ende nuk kanë dhënë përgjigje për sulmin e fundit më të madh kibernetik ndodhur në Evropë, që kaloi kështu sikur ajo e blackouti. Portugali, Spanjë dhe Ujugu i Francës, që ajo e ka për mua ka vulën e luftës hibride ruse, nuk ka asnjë shpjegim tjetër, jo dielli, jo fenomeni natyror, janë të gjitha për të mbyllur një kapitull i cili krijonte panik në popull, por që duhet thënë, ajo ishte sulm kibernetik masiv. Dora ruse i bie që ajo që duke ne në fillim. Ajo që rusët, domethënë NATO i thot dita zero, rusët kanë një plan që i thon nata zero. Dhe ajo është nata zero. Pra që bëhet natë, dhe dita zero e parë që lind. Frika nata zero, shumë bukur edhe si titull romani do ishte i papar. Qa është nata zero? Ose dita zero? Po. Ai ka rënë mikrofonin e Karamuçës. Pse? Lutem, rregullojmë mikrofonin e Karamuçës. Jemi live. Ndodhin këto gjëra. Data zero, dita zero. Ju lutem lajmëroni zotrin që merret me mikrofonin. Ja, po vjen tekniku. Këto janë metodat e luftës hibride tashmë. Po. Të cilat japin rezultate aty ku përvon. Unë duhet u përdorën edhe në kohën e krizës. Mund t'jetë për shumë dhe kjo e mikrofonit të zot Karamuço? Jo, se pastaj do dalim smur pastaj. Dakor. Sa po zbërthente nata zero? Sa po zbërthente nata zero? U përdorë edhe e sulmit të rus në Gjeorgji. Bëj një pauzë të lutem Karamuço. Është Karamuço? 1-2. Dhe para vjet u përdor në Ballkanin Perëndimor një fasho që kapi Shqipërinë dhe Malinezi, ndoshta se shkoi edhe në Bosnjë. Por që nuk u shpjegua asnjëherë se ç'ishte u nxorën disa arsye teknike, po shkak të ngarkesës etj, po nuk ka dalë. Deri tash nuk ka një raport përfundimtar që është një sulm kibernetik. Nuk është, domethënë do të them realitetin. Po. Ne na ra sistemi. Domethënë ne nuk kontrollonim dot, nuk regjistronim dot sistemi Teams. Ra çdo gjë që ka lidhje me. Nëse po flasim për natën zero, që tha. Mirë, pra, po edhe ne natë zero e patëm. Duhet të bëjmë një korrigjim. Ka mikrofone, okej. Duhet të bëjmë kujdes krijoni këto relet antivalore që mos i bie mikrofonin prapë. Pse i quajnë natë? Se kemi antisistem në mbrojtjes tonë, Pse i quajnë natë? U afrua tani droni, tani jemi në rregull. Kemi skudo të ngritura. Pse quhet natë? Sepse më duhet ta korrigjoj veten, një në Lituani, në Estoni, 2007, sepse goditi dhe sistemet e energjisë. Pra i lanë errësirë të plotë të gjithë. Blackout total. Ka lidhje. Ministri, parlament, shërbime, mendoni deri në spitale dhe u desh zhej 3 javë për të rikuperuar gjithë sistemet. Ata janë kampion, Estonia është kampion për çështjet kibernetike dhe këto shpikësit e Skype-it e kështu me radhë. Pas kësaj investuan shumë. Por, mbas kësaj, ka vizituar Shqipërinë përpara një viti e gjys në rektoratin e Tiranës Universitetit, vetë presidenti i Estonisë, i pasi takime pedagogë, dhe aty unë e kam pyetur për shkak të sulmeve që ne patëm me Iranin, e pyeta, dhe ai tha kemi pas një protokoll të madh në lidhje me rikuperimin dhe me mbrojtjen kibernetike, por ne vazhdojmë sulmohemi nga Rusia çdo ditë.